Jemi kërë, jemi live nga studio të Top Channel me për shqiptarët. Do të vazhdojmë të qëndrojmë në studio, ndërkohë që nga regjia më njoftojnë që Nikita sapo ka arritur në qytetin e Fierit edhe pas pak do të kemi edhe një lidhje me të. Do më njoftojnë nga regjia edhe me një herë këtu do të flasim se për çfarë bëhet fjalë për Nikitën. Po ndërkohë do të vazhdojmë të qëndrojmë edhe pak tek historia e Enuarit. Këtu në studio folëm shumë me nënën e tij, me babain edhe me gjyshin e tij. Por ne tham gjitha ato fjalë të bukura edhe që Enuari është një djalë shumë energjik, shumë i mirë, shumë bukurosh. Dhe kam përshtypjen i gjithë publiku do që ta njohë më nga afër. Shohim bashkë këtë klip. Ti shumë. Unë që me në ardushe, jam klasë parë. A unë i mici me më rëgullin të kamer. Se kam një më shumë, një më gjatë. Për një datë me shkollet, me nëzënëzat, një më me qandëm. Do me lutë me shokët, të një futbol. Se në këtë rritëm do bëmë një futbolist. Një të në të rëmoni se me rëgullë këmbëm. Ja do a shumë. Pas të klipi më vjen të them edhe unë të duam shumë. Shtu me një herë nga studio e gjithë shqiptarëve. Është e rëndësishme sot vërtet të bëhemi të gjithë bashkë që t'i japim një mundësi Enuarit edhe fëmijës tjetër për cilën do të flasim pas pak. Është një mundësi që atyre do t'i ndryshonte tërësisht jetën. Enuarit që tani është në një moshë i kupton të gjitha vështirësitë që ka me këtë problem të tij. Rëndohet gjithnjë e më shumë situata. Është e rëndësishme që ne t'i japim atë shpresën për cilën ka nevojë dhe ai të jetë fëmijë normal si gjithë të tjerët, ashtu siç meritojnë të gjithë fëmijët të jenë në fakt. Ka që dashur është gjithmonë Enuari si që pam edhe në këtë klip? Po, anë shumë i dashur për i ka dhe aja të dvetat, mërzitet. Ka qef me lujt me shok. Me shok që të shkolla. E ndoj me një anë se i kom thamë susës mos ma lete topi, se kam halë që mërzot, se nga sikleti që ka në ari, mundohet me jetë shpejt edhe mi përthejet ka, ma mërzot. Edhe i kom thamë susës mos ma le këtu të porta që është që të lujt. Jetë më i sigur. Po, që mos ma shtyn kalamaj që u mërzot vazhdimisht në ari, po si shkova mbrapa e kam pik dëp të në arin. Bota e ti e bukur edhe e sigurt është vetëm brenda shtëpisë. Vetëm brenda shtëpisë, po. E kam arak me lan vetëm, nuk e lan as një sekund vetëm. Tha të mam, po dalë po luj me kalamajt e të t'laqës. Që i kam, tham, jo mam, kam frikë, mam, se rëzohesh, kama. I dhem, ku t'vjene mam rëzohet, vjen, nuk më bënë zan, se din që bona ma arak e mërzit, nuk bënë zan, rejnë është mam, pse s'po foli, mam, që ki, tham. Jo, i mam kur që më rëzova pak, për s'qojt atët. S'ka qep më mërzit mua. Veç ku tasha u vra këtu. Pra të kënena se nga këjlibri kamës edhe i përthehet kama, vazhdimisht. Pra ndaj kamarak me lërve. Sa fëmi i mirë, për të i të tjerave, sa fëmi i mirë. Vritet gjatë gjithë kohës, thot mamaja, edhe ndërkohë mua më thot nuk ka problem, nuk qava, se s'do të shqetësoj mamin. Shiko, ne do të vazhdojmë programin, do të flasim edhe për një histori tjetër që ju e dini është bashkangjitur me rastin e Enuarit, por ju mund të qëndroni këtu në studio bashkë me ne, ndërkohë që ne do të flasim për këtë histori tjetër. Do të flasim për historinë e një vajze të vogël që është vetëm 1 muajshe. Ajo ka nevojë për një ndërhyrje shumë të shpejtë, shumë urgjente. Është vajza e vetme në familje pas 2 djemve dhe natyrisht rasti është marrë përsipër shumë shpejt sepse duhet që t'i jepet një zgjidhje e menjëhershme. Shohim bashkë këtë klip ku është edhe si driti. Në mrama së të si jeni, a i mirë. Faleminderit vallëpore, faleminderit. Realizimit, koalinë shtatanike, por ky shenjë ka përparujta 3-4 ditë pens, një këtë mos caktume,
e sëria saj na boni mu qumë kom, se fillej dhe më thonë, dhe po rrezikoshi si edhe mjek të full, rrezikon dhe më thonë mi bloku gojen, mi bloku veshin, dhe janë problem të më thonë qoftë dhe pjesën elementare ushqimin. E prita me qeft papam. Dënë zoti. Da, zoti e gjatë. Edhe, ka faljot, zoti e gjatë se... Vla, ne kena ndohë me pasë vepet. Njaq dhe shumë njës. Me mush, si me thana ata qa kërkohet. Ja, jashtë. Për te mundësive nuk shkojnë do. Nuk bil kërkush për te mundësinave, gjona, bilet, sa. Për te mundësive, ma dhe jetë detyrum, më mbështet të ata që i kanë mundësinat. Asë nuk diskutohet e punë. Ne e dim, kur mblidhën edhe bona shumë, në ata shqiptarë që në ndodhë, s'na kanë lënë asnjëherë në bolt. Ndënë zoti. Ndënë zoti me më bonë për t'i disë. S'na lojnë bolt. Zoti e ka falë, zoti e ka ndorë, po na me bo matë mirën e mundshme. Anë zoti dhënë. I detyrim Jo, normal. Filor, raport prend fëmi. Ka shpor, më ka dërzu. Pik. Nuk e di. Ndënë zoti, me bën vojës të mallë, ndënë zoti, me ndonë durën në zemër. Amin. Thes se di. Thjesht, kanë probleme që duhet mu vepru në kohë. Kja ishte sa thanin, dhe më thonë që e mira, e mundshme është nuk pret. Për efektit. Sot para dite, si më thonë që jam bu në djeni, se thonë që sonë të ndorë. Fiks, sot ko kënë dhe më thonë përgjigja fundit që jam dëshu që s'kam ditë ma ku me shku, as ku i mirohet derës. Vajza e vogël quhet Tirdisa, është vetëm 1 muaj edhe mjekët kanë zbuluar një mas tumorale në fytyrën e saj. Si driti është më në brendësi të kësaj situate, po të gjithë dim që ajo ka nevojë për ndihmë të specializuar jashtë vendit. Në fakt nuk është bora asnjëherë kënaqësi të shkosh në ambiente të tilla. Do thonë ke gjithmonë atë presionin çfarë do shoh. Dhe kur sheh një trup të vogël, një krijesë aq të vogël aty sepse ajo ka lind shtatanike, diku 1,6 kg ishte aktualisht, dhe shef që ai barku i vogël merr frymë me zor, ti e kupton që po lufton. Po e ditë se po lufton. Takon 2 prind të cilët normalisht unë e di vetë se qa përjetojnë në ato momente. Kuptoj që jati mundohet të maj qik më tepër. Bëhet fjallë për një angiom. Angioma është si një mas tumorale pjesë vaskulare, në shumicë e rasteve thuhet beninje. Mirë po vetë fakti, pra tumori mirë, jo malinj, po vetë fakti që ajo mas ishte zhvillu shumë në 5 ditë të fundit, dhe më thamë që mjekët kanë fillu dyshimet dhe dyshimet nuk të bëjnë me mendu diçka të mirë për atë fëmijë. Nuk e di, je ti që shkon aty për të dhënë zemër, je ti që shkon aty për të tregu që kemi pas shumë eksperienca të tilla, pretendon që zgjidhet me sukses, por kur s'mund t'i vesh pikën diçka e tillë, sepse vetë profesioni i ne dyve as visi, as unë nuk jemi mjek. Këtë rast janë mjekët ata që japin verdiktin, janë mjekët ata që dërgojnë rrugën që duhen ndjek, dhe ne mundohemi, si që tha dhe më përpara, për të shpejtu aksionin këtë rast. Dërgohet epikriza, atje në Bambino Gjezu, mblidhet dhe i grupi mjekve, dhe ata japin verdiktin, merret ose nuk merret përsipër, dhe në momentin që merret përsipër, sa është kostoja financiare një rast si tillë. Dhe prap ti kthehesh me kam tokë, sepse shef një krijesë vogël e cila nuk pret. Shef 2 prind të cilëve jo është shem bota, dhe më thënë, nga do që i kthejnë kokën, shofin vetëm zi, gjdo gjë tashma për ta numërohet, jo duket sekundi, duket orë, si më thënë, sepse pretendohet që të bëhet lëvizja, sa më shpejt që t'jetë e mundur. Kemi pa kaq shumë raste sa që pretendojmë gjithmonë se kemi fituat imunitetin, por nuk është se kemi fituar. Në është ashe që i themi një tjetërit, fillon dhe do pësohesh. Po kur e din shumë mirë që këto njerëz i kanë sytë tek ti, tek fondacioni, tek ajo që vën lëvizje gjithë shqiptarët, e kupton që duhet me vepru shumë shpejt. E vërtet. Tirdisa është rasti që është bashkangjitur me Enuarin, edhe për këtë jemi duke bërë thirrje sot që ti mundsohet kurimi të dyve patjetër. Ndërkohë nga regjia do të vazhdojmë të flasim për Tirdisën, vetëm se po më lajmëron nga regjia që kemi në lidhje Fatmën. E kam? Ja ku është? Goxha goç është, goxha mirë është. Fatma? Të shkosh mami? Hajde do ishte.
Mirëmbrëma Bora. Fatma na dëgjon? Po ju dëgjoj. Më në fund arritët në Fier, ë? Kam bëritur, po. Ku jeni Kam aty? bëritur më në fund këtu në shtëpinë e kësaj bukuroshes Nikitës, bashkë me mamin, me vllajin, me motrën e vogël, me gjyshin dhe me ikonën e madhe dhe historinë që neve jemi rritur me Irmën. Faleminderit. Faleminderit shumë që na shoqëron në këtë mision të madh. Neve jemi këtu në shtëpinë e këtyre fëmijëve që kanë kaluar një tragjedi shumë të madhe dhe do ishte e tepërt t'i riktheheshim sepse sot Bora në studio me sa kemi ndjekur ka pasur vetëm lotë dhe dhimbje. Dhe shpirti vogël, si që është dritë. E vërtet, Fatma, si mendoni sikur neve të çohemi kështu si që jemi këtu gjithë bashkë dhe të shkojmë në një vend më të bukur. Do shkojmë drejt shkollës muzikës, atje na pret një surprizë e madhe. Pra do... Si thoni? Mirë. A e dini që e pret apo? Se keni ide? Pa e të shkojmë, kështë e dim... Fatma. Kemi kafe të bukur pa. Kemi kafe. Po, Bora. Fatma, do më thënë, çfarë po ndodh aty? Tani shkolla muzikës, Irmën e keni aty... Nikita, çfarë dyshon? Po. Ke ndonjë dyshim çfarë ndodh sonte? Dyshon gjë ti shpirt? Çfarë për shembull? Nuk e them. Çfarë mund të ndodhi me teta Irmën që e kemi bashkë ne këtu dhe do shkojmë drejt shkollës muzikës? Si mendon ti? Ti mendoj që do hyjmë në një klasë muzike, do këndojmë? Ndoshta. Ndoshta. Kemi kohë, pak fare, 5 minuta, se jemi fix 5 minuta afër, që ta mendosh edhe pak më tepër mbase e zbulon. Ha? Si thua? Ama Nikita bëri një gjë të mirë, ë? Tha nuk e them, tha ato që mendoj se ndonjëherë dëshirat nuk duhen thënë. Kështu e dim neve. Nuk realizohen, prandaj. Nuk realizohen pastaj. Fatma, të presim 5 minuta largje na the, ë? Jemi 5 minuta fix larg. Okej, ne po vazhdojmë emisionin këtu në studio edhe gjithmonë je dhe do ju ndjekim live me kamera rrugës, po. Okej. Mirë, lidhemi vetëm pas pak. Ndërkohë do t'i kthehemi historisë këtu në studio, po flisnem për Tirdisën deri pak më parë, ishim duke folur për rastin që i është ngjitur në fakt e Enuarit në këtë thirrje që po bëjmë sonte, i është bashkangjitur për t'i dhënë një mundësi të dyre këtyre fëmijëve. Patjetër që prindrit e Tirdisës janë gjatë gjithë kohës me vajzën e tyre në spital, ndaj edhe sot nuk janë këtu në studio, nuk shkëputen asnjë moment nga ajo. Do të shohim të gjithë bashkë këtë klip që i përket mamasë së saj. Vajza ka lind me 20 gosht, o kam qësa shumë shpejt, shumë shok. Besoj se vetë një gjë që mojme nga kjo muaj i fundit është vetëm terapi intensive. Jam gjendë para një inkubatorit. Edhe besoj se ka kënera parë që e kam po vajzën. Ka qaj, kujtoj që ka qaj, kur ka lind, por isha kaq në shok nga kjo që po mlollë të sot që se di, nështë thjesht prit që një lejmë që nuk ka mujtë me jetu, se shumë e vogël. Ka pas rasti që e kam përqafu. Është e vogël, por unë e kam përqafu. Kam arrit të përqafoj. Vetëm besoj është përqafimet më të omlet që ekzistojnë. Unë i du shumë fëmijët, edhe gjithmonë kam menduar se do bëj 4, ndoshta edhe 5. Pavarësisht se Tirdisa ma prishi pak entuziazmin realisht, kam menduar gjithmonë që do jem mami shumë bebave. Unë i du fëmijët, i adhuroj fëmijët. Kur du fëmijët e gjithë dërjasin, në gjëne kur mora vesh që do bëhesha me vajzë. Isha shumë e gëzuar, dhe fillimisht mendova do i gjej emër. Pastaj ardhi burri në shtëpi dhe tha që nuk kep se ti gjesh emër, vajza do ketë emrin tëm. Dhe tha që vajza do quhet Tirdisa si baba vetë, sepse baba është si drejt e kthej mrapsht del Tirdisa. Dhe prandaj është e veçantë. Tirdisa për mua është vajza mamit, është diçka që unë gjithmonë e kam ndërruar me pas, dhe Zoti ma dhuroi. Vjen keq nuk e ka pa akoma shtëpinë, se ka pa akoma shtratin e saj.
Me kompliment me fustane, kordele, që unë jam shumë e sigurt që gjitha kjo kam i provu, sepse kja printërisha shtëpisë, normal. Kja është vojzë që gjitha kemi pritë shumë. Besoj se nuk do ketë një sprovë më të madhe se kjo. Po mujtë. Ti s'keme e lanë mamin e babin vetëm, të kemë ardhë bashkë me mamin edhe me babin, kena më shku të shtëpia. Thjesht mos të dërza, që lutëm lufta, edhe pak. Edhe pak të kena për të do në bojnë bashkë. Do e shqipsh. Tirdisa e vogël vetëm 1 muajshe nuk ka dalë absolutisht asnjëherë nga spitali, nuk e ka parë botën e vërtet. Ka qenë vetëm në inkubator gjatë gjithë kësaj kohe prej pamundësive shëndetësore. Natyrisht për maman është e vështirë kjo situatë, po edhe babai e ka përjetuar më shumë vështirësi të gjithë këtë. Ne shohim bashkë. Në qumë se të Dragusha, jetë edhe banej në Shkodër. Jam baba i 3 fëmijëve, u gëzu me shumë, prej ardhjes vajzës njët, por në pat një problem shëndetësor, me një pjesë po quhi ose një masë të tyre në sajtë vogë. Kena prej shumë këtë moment, vajzë më zë dëmsh, por po na ullë në gjojnë, nuk di se mund të përshkruaj të imi. O të rëtis, më hajde më jetë e mësë në këpute më. Më edhe më i rekshëm, ty më në më fajtë se fort. Se po abit në vartë të presim vlezën, se më i jetë i kështu. Onër që pritë është me kënë ka rrotës, aja dhe kënë. Kja është ondra më mollë. O, që si këna ble, jena këzu katë shumë. Presin me po dëri me presin. Sholla zote e ban realitet. E këzoj në latale, no? I sate e ma po artë e shpina. Se më i të disë se në këna pritë. Ko herëm, më i jetë herëm. Se në mërësit, më më katë shumë. Jam një pikë që jam këzu, jam një pikë që më ka mërzit këtë shumë. Sa se tife që inshallah ka i fond kjo mërzitje. Ma mirë më s'me unë si baba jam këtë përjetu keq. Ma parë kësha pritë se des nesër, se sa pa përjet e këtë gjam, por... Mytë e boben më jetë. Mjeket në thonin që më thonë në rrimja ka nevoj për një specializim jashtë Shqipërijet. Nuk mund të realizohet në Shqipëri. Një sanat e ma parë është të këshillueshme për munis, por unë në një vetë shumë të lodhën, në një vetë shumë utën për asoj se jam në gjendje me bëjë si sa në bërë. Për zotën është ashe kushtueshme sa unë kam mundësi veç me dhanë jetën të heme. Pa shumë nuk kam mundësi. Dhe i kërkoj gjithë njerëzve, vëllezërve, çdo familjarit që këton hallin tëm, bashkohet, dënëzohet me mi që me dasha mirës, i arrim qëllimit dhe e gësoj. Elvis, shohim një baba të mbytur në lot për jetën e voglushes së tij. Që është rast shumë urgjent. Besoj çdo prind do të reagonte në të njëjtën mënyrë. Ai është shumë mirë që ka trotit në Top Channel, ka trotit në emisionin për shqiptarët, sepse shumat janë aq të mëdha sa asnjëri nuk do shumë të rrallë mund të jenë ato që mund t'i realizojnë vetë. Gjithsesi, unë shikova, nëse na mundson edhe një herë Go Found Me, ta shikojmë ku jemi afërsisht me shumë. Shohim sa është deri në këto momente. Domethënë, ose numrat e llogarisë, atë që e ka më të mundshme. Kjo është numri i llogarisë në Itali, thjesht si orientim për ato që duan të shikojnë numrat respektive të vendit ku jetojnë. Se kjo është ideja. Tani sipër numrave po shikoj një familje e cila është nis, ju i thatë për shkollën e muzikës, po
dy kontrastet e këtij emisioni, Elvis, që ndodhin gjithmonë edhe këtu emocionet janë për një moderatori që duhet të drejtojë të gjitha këto emocione që përjetohen këtu, është kaq e vështirë. Më besoni publik dashur për gjithë këtë që po them, është shumë e vështirë, kalon nga një kontrast në tjetrën. Megjithatë, nga që ne jemi live dhe jemi në koherencë me ngjarjet, ne I kalojmë pak ta shikosh emisionin nga televizori në shtëpi, aty nuk e përmban veten fare, por ne na merr ajo sepse jemi në studio dhe studio është ndriçuar e ka ato elementet e veta, po ideja është që shqiptarët gjithmonë kanë qenë me ne dhe shpresoj Bora që do të vazhdojnë me ne. Emisionin Top Channel na bën që punët jenë më të shumta, edhe u bëm 2 javë që nuk marrim më nga I rast, siç mund marrim ne zakonisht 1 rast ose 2 raste në muaj, po marrim nga 2-3 raste në javë. Për shkak se është ngjeshja shumë e madhe, shikimi shumë të emisionit bën që njerëzit të afrohen më shumë me emisionin për shqiptarët, të vinë më shumë të trokasin në Top Channel, dhe ne na shtohet, si më thon, volumi I madh I stafit e gjitha, po mbi gjitha është varet në variacionin e donacioneve. Po shqyr Zotit deri tani gjërat po shkojnë mirë, edhe shqiptarët nuk janë koprac, apo ne shqiptarët, se do ta fusim edhe veten, nuk jemi koprac, po jemi njerëz që e lem një kafe, e lem një drek, e lem diçka nga e jona për t'ia dhënë atij që ka nevojë. Sidrit. Më kujtohet një fjalë e vjetër, shqiptare, po, se s'largojmë nga shqiptarizmi. 2 gjeça janë, ne mu gjensh do të gjendem. Pra, jemi këtu për t'u gjendë njëri tjetrit. Dhe si që tha dhe visi më përpara, ka notha që edhe nga ato që kanë dhuru nër vite, na ka ra ne halli tashmë. Jo pak rast. Kemi lexuar dhe gjëra të tilla. Unë kam dhuru, thoshin, sot jam në hall unë. Dhe më thonë, si më thonë, sprovat janë çuditshme. Ja, po të themi rastësit, ti e mban më ndoshta se nga herë ne bënim shaka. Ishte njëri që gjithmonë sa herë bëshim rast se dhuronte dhe ka dhuruar dhe I shtëpi në Kosovë. Edhe ai më ka shkruajt një herë, e kishte në spital këtu në privat, ishte shumë e madhe. Vlla tha dhe unë jam dorëzuar, që ai ka dhuruar shtëpi vet. Po. Çka ka nevojë vlla, I thash, ka nevojë për këtë gjë. Te thash do ta mbuloj fondacioni Firdeus, ai ishte vetë nga kontributit që kur është hap fondacioni, pra do ta them mbrapa me emër se s'du ta përmend këtu. Edhe do çuditesh që edhe ai kur ai vetë më ka thënë, imagjino se sa nga herë shtrëngohen, sepse ishte shumë e madhe. Ai më vërtet mund mbuloi shtëpi, por nuk mund mbuloj një shumë respektive të madhe, megjithëse ato ishin mbledhur si fise, si njerëz, dhe jeton në Zvicër. Pra, domethënë vështirësia kur të bjen rast shëndetësor si ky, që është I madh dhe që për shkak siç është vajza vogël që e pam aty, ai është rast që kërkon shumë të madhe, se do kujdes intensiv, do reanimacionit, vetëm reanimacioni është 2000 deri në 3000 euro nata. Imagjino se sa mund të rip, domethënë janë raste që janë të shtrenjta, por e rëndësishme është që marrin shërbimin e dur. Dhe kur vjen puna ke jeta fëmisë, leku s'ka vlerë më. Pra ne do bëjmë më shumë thirrje, pra do ta zgjasim thirrjen, se zakonisht neve ka tash Zoti që na bëhen shpejt lekët. Domethënë 24 orë, 48 orë. Po nuk e kemi problem ne për të shpëtuar fëmijët, ta mbajmë fushatën dhe javë, edhe I muaj, pa rëndësi ka. Rëndësishme është që fëmia të shpëtojë. Dhe spitali ku e dërgojmë tjetë më I miri. Lutjet ke Zoti bëhen, edhe pastaj 98% e rasteve kanë qenë suksesshme. Dhe kjo na bën krenar në fund fare që jemi pjesë të këtij misioni. Ato arritën apo akoma? Regjia, më ndihmoni pak të shoh edhe një herë ku janë? Se ajo Nikita bukur nuk e di ku po shkon ajo. Ajo ka për t'u ballafaqu sot me një gjë aq të bukur. Shikoj, di çfarë më thon nga regjia, ka njerëz që I ndalojnë rrugës edhe I takojnë. Po e njohin të gjithë tani Nikitën, edhe po I zgjat më tepër rruga. Ore, kanë shiqyr Zotit që nuk është ditë, se ato në Fier, po të them unë, nuk ishte për t'i lënë njeri me kaluar. Ja, edhe tani po I ndalojnë. Ai shumë I duan ato fëmijë tani për shkak të keqardhjes, për shkak të asaj sprove që I ndodhi babait vet. Tani Bora kushdo me qenë del babai për shku në punë ose diku edhe të bëhet aksident edhe mos kthehet më në shtëpinë vet dhe të lej 3 fëmijë. Unë kuptohet aksidenti s'ka qenë me qëllim për t'ia bërë atë që I ka ndodhur, por ka ndodhur si ngjarje. Dhe gjithë Fieri është informuar për ngjarje që ka ndodhur, se I ka ardhur keq për një prind.
Tani kur ne kemi pasqyru, kur e kemi pasqyru edhe më shumë atëherë emocioni, por unë them megjithëse ato po hipin disa shkallë, do t'i lëm pak sekonda, lutem Bora, ma prano ti e di që unë skalet nuk njoh. Ta lëm prap këtë? Po ju topit I keni me skaleta kurse unë I kam me inspirime. Bëje emisionin vetë Elvis Naçi, bëje vetë, të lash. Jo, e di pse. Po pat mundësi, pa tjetër në drejtimin e juaj. A I dit, më falë, atë bëj pyetje të thjeshtë. Po bëj pyetje me kësi përgjigje vetë. Okej. Enuar, a di që do thot? Enuar e përkthyer nga emri origjinal do thot më I ndriçuari. A ka mundësi ky bukurosh na vinë në studio apo s'ka mundësi? Ja ku është. Hajde me mua. Ma jep dorën mua, Enuar. Do ta takosh gjatë Elvisin apo do shkoj? Çoj ke prindrit se E prindrit? Jo, so studio me ngjyra. Aty s'ka nevojë. Hajde me mua për dorë. Ule djalin ku të doj? Ke mami ose ke baba? Ku të doj Enuari? Halal. Do rishte mami. E ka ndriçu studio. Çfarë fije? Si ku po çon atje? Leni çunin rahat. Enuar. Gani. Do bëj një zemër kështu Enuar, më shiko faktor. Do bëj një zemër kështu? Po me dorë. Le çunin. Po. Zotni Gani, kam I fjalë me ty. Po, faleminderit. Po, më fal, Jo, vazhdo s'ka gjë. Jo, të lutem vazhdoni ju. Mos ta preki. Vazhdo. Jo, të lutem ti do flasësh. Bora, desha them diçka. Më dhem shpirti për Enuarin kur e shoh kështu. Po më dhim të shpirti edhe për atë gocën e vogël që e pash. Unë jam dakord. Nëse është urgjent që ta çojmë atë gocën e vogël sa më para se Enuarin. Se që shumë dhem shpirti mu I dhem edhe nanës vet. Ashtu është, dakord jemi edhe ne. Dakord jemi. Unë me ty kam gjë. Nga intervista jote më ngeli diçka në zemër. Ti the I fjalë të rëndë shumë. Ti the të shërohet djali e të vdesun. A ishte kështu? Nëse e kam dëgjuar. Shumë e vërtet. Tani unë po të themi gjë tjetër. Zemra mu ma donë që djali shërohet dhe ti të kesh jetë gjatë me mbarsi. Jo, faleminderit pra. E para. E dyta. Nana po thot që të shpëtojmë atë fëmijë të vogël. Po, pranoj. Kurse ne kemi mendim tjetër. Shqiptarët janë aq bujar dhe janë aq të mirë. Dhe ne në sinkron me ato, unë po ju themi diçka që Zoti I shëroft të dy fëmijët dhe për të dy do t'i marrin përsipër. Zoti me gjithë shqiptarët, se ta keni mua. Rops, faleminderit. Këndit, ke Zotin, dhe ja fjalën juaj sa mundove. Ura! Faleminderit shqiptarët, faleminderit ju të gjithë që të ndihmuat. Faleminderit. Faleminderit me juve. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Të çoroj sa më shpejt. Dhe faleminderit gjithë shqiptarëve që bën të mundur që të mblidheshin të gjitha aparatet e nevojshme për t'i dhënë ato mundësinë aq shumë të nevojshme dy fëmijëve për cilët folëm sonte. Më falni se duhet të shqetësohem nga çdo gjëra që ndodhin këtu. Jo ka na pret. Po presin ata atje. Elvis Naçi bën mirë që nuk të lën ty të drejtosh emision. Ndërkohë po shoh Fatmën. Fatma na përgatit pak përpara të lutem. O gjumi jot që shkoj sot. Fatma. A na dëgjojnë? A na dëgjon Fatma? E ke parasysh atë shprehjen hallit nuk I gjet, gzimit nuk I gjet tash. Po bravo. Situata. Ndërkohë presim që të rregullohet lidhja me Fatmën. Edhe ne ndërkohë marrim veten kështu nga këto emocionet e butonit. Akoma nuk pushoj lotët, po këtë herë ja lot gëzimi, apo jo? Tani erdhi ajo mundësia e madhe. Gjyshi, të qetësohemi.
Janë emocione të bukura, gjyshi, apo jo? Janë emocione të bukura. Do provojmë edhe njerë të lidhemi me Fatmën nëse na dëgjon? Fatma? Nuk na dëgjon ende Fatma, kam përshtypjen, po, na dëgjon. Të dëgjoj. Nuk e di nëse ti e në djeni se çfarë ndodh në këtë studio, po këtu emocionet janë kështu të jashtëzakonshme. Në fakt ishim rrugës dhe ne patëm disa emocione shumë të mëdha këtu, kishin dalë njerëzit që kanë parë emisionin dhe e kishin marrë vesh gjithë për përgatitjet që ne po bënim këtu në Fier dhe nuk ngeli njëri pa na takuar dhe pa na uruar rrugës, jemi shumë të lumtur. Edhe për gëzimin e madh që kjo familje do të ndajsonte me gjithë komshin dhe gjithë njerëzit që e kanë mirëpritur këtu. Çfarë do na tregosh Fatma, çfarë? Po Bora, të lutem më thuaj edhe një herë. Çfarë do na tregosh tani? Ne po presim, kemi gjithë natën që presim këtë surprizë. Ne kemi ardhur këtu tek vendi i surprizës dhe ndërkohë po ju pristim ju që të ishim gjithë bashkë për ta ndarë këtë surprizë kaq të bukur. Dhe një ndër të madhe Nikita e realizoi sonte që këndoi bashkë me teta Irmën dhe Xhaxhi Sidritin. Tani vjen ëndra e dytë e babit, që është Shtëpia. Shtëpia, hajde shpirt, kjo është shtëpia jote. Do vim të dyja me këmbën e djathtë. Të hapet dera. Hajde shpirt. 1, 2, 3. Të hapet dera. Të hapim në derë? Hapet dera? Hapet dera? Hapet dera dhe ne kemi shënduar trokitje këtu në studio. Kamu vjen. Çfarë ishte kjo? E kishe parë apo jo? Jo, se kishe parë? Jo, tregoj vërtet. Wow, çfarë shtëpie. Po pra, 90% e shqiptarëve nuk e kanë. Shiko Nikita. Ju nuk e keni ide në shkëlqimin dhe madhështinë dhe bukurinë që ka kjo shtëpi, Bora. Nuk e di a ndjehet dhe duket apo jo kaq mirë. Ja, po shohim edhe ne. Sa që shohim ne këtu dhe në kamera, por ja, po Sidrit. Është një shtëpi shumë e madhe, është e gjitha e re. Ha me shpirt. Si duket? Shumë bukur. S'kemi parë akoma pjesën tjetër. Hajde shpejt. Hajde ta shohim. Sidrit, më thuaj ndërkohë. Po jo, se tash meditojnë, kam 30 vite që kënoj, kurse kjo një këngë kënoj edhe shinë çfarë shpirë. Kujt është kjo dhoma? Shumë bukur. Shtëpia e qenë ka fantastike. Dhe është gjetur kaq shpejt Edvisa. Kjo është dhoma e vajzave. Shiko sa e bukur. Xhenet është, xhenet. Tani vjen surpriza e madhe. Ku do flesh ti me motrën? Te dhoma jote. Ku e keni dhomën tuaj? Besoj kjo e mamit është më e bukur, më e madhe, si mendon ti? Do flemne. Ha? Sot po. Sot do fleni këtu? Më duket se ajo e juja nuk është akoma gati, do ndë pak. A shkojmë ta shohim? Hajde ta shohim çfarë i mungon asaj. Hajde. Prit. Hajde. Prit. Hajde shpejt. Si dhomë për alla që kanë atë. Ja, me zi po pres reagimin e vajzave kur ta shohin. S'kam për ta besuar se është me vërtet bërë me shumë merak. Ja, ta s'kam bërë saraj. Ja, do Do kënaqet ti tani. Nikita! O shpirt, qa ke për të thënë? Do ta zgjidhësh krevatin, kush zgjedh krevatin jot? Pse andej më Nikita, pse andej? Zgjedh kraun.
Pas keni dhe rata dhe kucë dhe gjëra i zofshi o shpirti vogël. Ta shqip kam vetur të bësh i këngëtare madhe. Do bëjmë, okej, në rregull. Kjo surpriza këtu është e vogël, po nuk është më pak e rëndësishme. Hajde ti shpirt këtu. Hajde pak. Hajde pak. Hajde. Hajde ulu. Apo ta provoj motra? Ta provoj ose? Hajde Niki, ta provoj. Ta japim gas. Apo një pak. Se sa të rritet, do japi kush do japi, kësaj po. Dhe o motor Nikita aty edhe rozë, si gjithë doma. Po ti ti japësh mi? Hajde shpirt. Ti japësh? Ha? Po ti Aleksi, ti japësh? Hajde provoj, ti që një. Hajde. Se sa të rritet? Bravo. Në rregull. Nikita në thojë ndonjë gjë, moj, si të duket, a të pëlqen? Aha, se ka mendje. Se ka Si mundja të duket fare. shpirt, të pëlqen? Ke ndonjë vritje të vogël? Ka emocion. Qa do t'i shtoje, për shembull, qa kemi lënë ndonjë gjë pa plotësuar këtë? Asgjë. Asgjë fare? Te bëjë. O dritë. Se kemi plotësuar më së miri ëndrrën e babushit? Po, dhe shumë faleminderit. Në ndjevje të shkoni do të bashkë të bjerë dhe një herë. Në jemi? Akoma të kam, akoma të mirë, Gëzohu me nesh, këndo bashkë me ne, akoma të kam, akoma të ndjej, shkëlqeva t'jelat. si y përndine. Shiko, teta Irma! Me qënë se jemi edhe ne në përfundim të emisionit për sonte, ne kemi mbyllur në mënyrën më të bukur të mundshme këtë natë, që ishte e jashtëzakonshme, edhe me butonin që shtypi Elvisi këtu në studio, po edhe me këtë shtëpinë që Nikita mori dhuratën ndoshta më të bukur, atë që kishte kaq shumë nevojë ajo vetë, po që ishte edhe amaneti i babait të saj. Jemi shumë të lumtur vërtet që të gjitha këto kemi plotësuar në këtë natë kaq të bukur, kaq të gjatë. Dua të falenderoj të gjithëve që keni qenë përpara ekranit të Top Channel. Faleminderit Fatma, faleminderit Irma Libohova që ishte sonte me ne, faleminderit Sidrik Beleri, Elvis Naçi, faleminderit dhe shërim sa më të shpejtë të këtij bukuroshe që kemi këtu. Faleminderit të gjithëve, natën e mirë. Akoma të ndjej, gëzohu dhe qesht, këndo bashkë me ne, si vetëm. Jam vetëm, kam plot dashuri, këndoj me ty. Si vetëm, në paqe tani, të jesh edhe ti. Som të ti këndoj, dhe babushi në lot po të dëgjoj.